Pas kthimit të Eva Dumanit të shtunën në Shqipëri nga kampi famkeq Al Hol në Siri, ku ajo gjendej prej të paktën 12 vitesh, Dylber Shyli, një gjysh 90 vjeçar nga Pogradeci, thotë se rikthimi i saj ka dhënë shpresë për bashkimin me 5 niprit dhe mbesat që vijojnë të mbeten atje. Ajo ishte shoqe e mbesave të mia. Shoqe e të mbesave të mia. Si smashtu kur e pash atje që kishte erdhur që nga Turqia. E kështë sjellë të riste dajo, ajo. Ajo ishte shoqe e mbesave të mia. Ke folur? Jo, unë jo, po një ajo që ka djalin atje që ka atje, ajo më thotë plas. Po kështu thënë për të erdhur. Po s'ka nga shteti. Po duan o si s'duan. Si s'duan të vinë. Edhe pse ka 10 vite që pret, ai nuk është lodhur dhe jo vetëm kaq. Ai deklaron se ka arritur të mbledh një shumë të hollash dhe është i gatshëm të paguajë çdo që mund ta ndihmojë për të tërhequr anëtarët e familjes nga kampi. Ju kam mashtuar fëmijëve, 5 fëmijë, 25 melon i kam shtjell vetëm për ato. Unë jam 90 vjet, më vjen rand, çaj, bajse, më zdoroj dot me. E pandaj djali më vdiq, pastaj iku në Turqi, erdhi me arkibol, iku më kemë erë në arkibol. Po bën 10 vjet o si, e madhja po si, u bë 22 vjet, ajo 7 vjeç, u bë 17 vjeç, u bën djem nga 7 vjeç. Se din në atë djemkat, nuk ka të rritur atë në shtëpit. 10 vite më parë, 5 antarë të kësaj familje u nisën drejt Sirisë për shkak të luftës atje, ndërsa kryefamiljare u vranë në zonat e sulmeve. Ashtu se i familja Shuli ishin dhe shumë familje të tjera nga fshatrat e Pogradecit, një pjesë të cilave janë kthyer ndërsa shumë të tjerë janë vrarë në kampe. Ndërkohë, tërheqja atyre që kanë mbetur gjallë në kampe për shtetin shqiptar vijon të mbetet mision me risk shumë të lartë.